Të respektuar bashkëqytetarë, kudo që ndodheni, ju në Kosovë dhe ju në Mërgath. Unë jam Ali Dula, kam lindur dhe jetoj në Rahovec. Studimet themelore i kam përfunduar në Universitetin e Prishtinës pranë Fakultetit të Filologjisë në degën e Gjustësisë. Master në komunikim masiv dhe gazetari fillova në Tiranë dhe përfundova në Kolegjin AB. Ndërsa doktoratën në Fakultetin e Komunikimit në Universitetin e Marmaras në Stamboll. Me përvojë prej 2 dekadash në procesin e mësimdhënies, ligjeroj po ashtu edhe në fushat e gazetarisë, komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun. Si autor i pavarur i artikujve të ndryshëm medial, kam kontribuar me shkrime edhe për kulturën, politikën, shoqërinë dhe edukimin. Angazhimi im profesional, përveç procesit të mësimdhënies, përfshin edhe udhëheqjen e projekteve kulturore, organizimin e debateve rinore, si dhe pjesëmarrjen në iniciativa kërkimore dhe botime shkencore. Organizator i aktiviteteve kulturore që synojnë nxitjen e mendimit kritik, si dhe forcimin e komunikimit shoqëror. Në angazhimin politik, si kandidat i lëvizjes vetëvendosje me numër 70 në zgjedhjet parlamentare, synimi im është që përmes përvojës akademike, procesit të mësimdhënies, komunikimit publik dhe punës së gjatë me të rinjt, të kontribojnë në forcimin e arsimit, rritjen e transparencës dhe avancimin e politikave që u shërbejnë qytetarëve. Si deputet, synoj të jem zë i përgjithshëm profesionale dhe shoqëror, duke promovuar vlera demokratike, kulturë komunikimi, si dhe zhvillim të qëndrueshëm. Na prifte mbara.